për në Berat, kur u zgjodha kryetari i Partisë Socialiste, me mbështetjen e Fadil Nasufit dhe të gjitha atyre që dolën këtu në ekran, përfshirë pas një diskutim dhe Arturin, i cili për hir të vërtetës ka qenë një mbështetës më i hershëm, edhe kur Fadili me të tjerët nuk më mbështesnin mua, se mbështesnin vinë e partisë. Normal fare se fal ati qëndrimi të palëkundur me vinë e partisë, kemi ardhur deri këtu Fadil, kështu që janë rregull. Dhe po thosha që kur kam ardhur për herë të parë, ishte një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, nga i pamja e ardhjes në Berat. Faktikisht nuk kishte rrugë. Ju e dini këtë më mirë se unë. Dhe për shumë vite, rruga që lidh Beratin me kthesën e Lushnjës ishte problemi më i madh i qytetarëve të Beratit. Duket e pabesueshme sot, me siguri për gjitha ata të rinj që janë këtu, por kjo është e vërteta. Dhe kemi nisur transformimin e Beratit nga ajo rrugë për të vazhduar pastaj me shumë gjëra të tjera. Dhe sot Berati është vendi që ka shënuar si një dallandyshe e parë kthesën e trendit të ikjeve dhe të ardhjeve. Në Berat më shumë kthehen se sa largohen nga vendi. Dhe natyrisht kjo lidhet me faktin që në Berat tani më njerëzit që duan të gjejnë rrugën për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme familjare mund ta gjejnë rrugën, duke shfrytzuar gjithë atë prurje gjithmonë më të madhe që ka sjellë turizmi natyrisht, po jo vetëm. Dhe siç është e paimajinueshme sot për ata që janë më të rinj, ajo që thash për rrugën, me siguri është e paimajinueshme sot që më të rinjt e kësaj familje të imagjinojnë një vend si ai ku një pjesë e jona ka jetuar. Ka jetuar në një kohë kur demokracia na thuaj që kishte ardhur, por në fakt kishte vetëm një ekran, ekrani i radio televizionit shtetëror, që transmetonte non-stop vetëm pushtetin, dhe ku opozita e hershme e Partia Socialiste dilte shumë rrallë për pak sekonda dhe dilte vetëm me pamje, jo me zë. Pamja ishte pamja e drejtuesve të atëhershëm Partisë Socialiste, kurse zëri ishte i spikerit apo i spikeres së pushtetit që përdorte fjalë denigruese ndaj atyre që dilin në ekran për të përfaqësuar opozitën. Dhe në ndërkohë Partia Socialiste në territor ishte forca e një grushti njerëzish, me mbështetje patjetër në bazë, por me shumë pak numra, kur ishte fjala për të shfaqur si përfaqësues të Partisë Socialiste. Nuk kishte Partia Socialiste ku të rrinte. Njerëzit e Partisë Socialiste përndiqeshin me libër shtëpie. Dhe e gjithë opozita në Shqipëri, i gjithë populli opozitar, kishte vetëm një burim informimi që ishte gazeta Koha Jon, e cila dhe ajo përfundoi e djegur. Ashtu si kundër, shumë kush nga ata që përfaqësuan Partinë Socialiste në ato vite e kanë në kujtesë shihen e rrahjes fizike. Duken gjërat pa imagjinueshme sot, por kjo ishte Shqipëria që Partia Socialiste mori
përsipër kur ranë piramidat e lahtarshme, mashtrimi më i madh i bërë nda një populli në të gjithë historinë e Europës ish komuniste, të dalë nga diktatura dhe përpin të gjitha kursimet e shqiptarëve, të cilëve ishte ai regjim atëhere që ju thoshte futin i legët aty se janë të pastra. Dhe nga ato rrënoja doli edhe qeveria e parë e Partisë Socialiste, e cila udhëhoq nga kryetari i Partisë Socialiste, i cili edhe ai doli nga burgu, i mbajtur padrejtësisht, politikisht, në burg. Pse e kujtoj këtë? E kujtoj këtë sepse midis historisë të atëhershme dhe të më pastajme të kundërshtarëve tanë dhe historisë Partisë Socialiste atëherë dhe më pastaj, nuk është thjesht një dallim që lidhet me rrugët, që lidhet me urat apo që lidhet me transformimin e qyteteve, e që lidhet me transformimin e turizmit, e që lidhet me të gjitha transformimet e tjera. Jo, është një dallim i madh që lidhet me mënyrën e të qenit banor të këtij vendi, njerëz të këtij vendi, të ndarë midis shumicës që përfaqëson Partia Socialiste, që janë shqiptarët që janë europian jo vetëm me fjalë, por janë europian në shpirt dhe janë europian në mendje, sepse ndër shumë gjëra që Partia Socialiste ka merita historike, është fakti që edhe pse doli nga një tunel i gjatë dhe i stërmunditshëm prej disa vitesh të paimagjinueshme në opozitë dhe erdhi në qeveri me në krye liderin e vet të dal nga burgu, për asnjë ditë vetme nuk u thirri shpirtrave hakmarrës. Për asnjë ditë të vetme nuk dëgjoj brenda vete zërin që i flet çdo njeriu për të marrë hak. Por qysh në ditën e parë dhe të gjitha ditën në vazhdim, foli me zërin e arsyes, foli me zërin e pajtimit dhe të paqëtimit, foli me zërin e ndërtimit, jo të shkatrimit. Dhe ky është një dallim shumë i madh, i jashtëzakonshëm, midis nesh dhe atyre dhe sot e gjithë ditën. Dhe nëse pyet çdo shqiptar, ja ku janë forcat politike, tani më thuaj me kë i identifikon fjalët që do të them. Për çari, jo me Partinë Socialiste natyrisht. Progres, natyrisht me Partinë Socialiste. Shkatrim, rrëmuj, sherr, konflikt, shpifje, balt, asnjëherë me Partinë Socialiste. Ndërtim, rregull, përpjekje për zhvillim, pastrim, gjelbrim, gjithmonë kudo ku qeverisë Partia Socialiste në çdo territor, këto janë fjalët kyçe. Një nga gjërat që mua më bëjnë të ndjehem mirë është kur shoh nganjëherë që mund ta kem mendjen duke lëvizur makina në rrugët e Tiranës, se si janë rritur sot të gjitha ato pemë që kemi mbjell në kryet Bashkisë Tiranës, qysh në vitin 2001-2002. Por nuk është vetëm Tirana, është
në gjithë Shqipërinë. Dhe duke folur për pemë, për gjelbrime, për pastrim, nuk mund të rritë dot pa ju rikthyer temës ditës që ka të bëjë me mjedisin, me natyrën, me mbrojtjen e natyrës. Parku Kombëtar i Vjosës ka qenë pjesë e programit Partisë Socialiste. Parku Kombëtar të Vjosës nuk e kanë vënë në mbrojtje ata që duan ta mbrojnë nga ne. E kemi vënë në mbrojtje ne. Shqipërinë me thuajse 25% të territorit zonë të mbrojtur, nga shumë herë më pak se sa që gjetëm, e kemi vizatuar ne, Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe të flasësh për zonat e mbrojtura, të flasësh për peizazhet e mbrojtura, të flasësh për natyrën në tërësi dhe t'i kthesh Partisë Socialiste dhe qeverisë Partisë Socialiste, përfshirë dhe mua këtu, duke i parë dhe duke i treguar me gisht si rreziku, ky është kulmi. Ky është kulmi. Dhe është një kulm që mund të arrijë vetëm verbria e kombinuar me dizinformimin. Që mund të arrijë vetëm ignoranca e kombinuar me manipulimin. Që mund të arrijë vetëm keqdashja ndaj këtij vendi, e kombinuar me ata që e duan sinqerisht këtë vend, por që të përfshirë emocionalisht nuk informohen. Ka një protest në Tiranë, për çfarë protestohet? Protestohet për të mbrojtur natyrën. Po kush e ka kërcënuar natyrën? Protestohet për të mos lejuar shkatrimin e biodiversitetit, po kush e ka vënë në rrezik biodiversitetin? Protestohet sepse është hequr nga zona e mbrojtur Zvërneci. Po kush e ka hequr? Dhe kur ka qenë zona e mbrojtur dhe çfarë zone e mbrojtur ka qenë? Zvërneci ka qenë qysh në kryet herës zona e mbrojtur e kategorisë 5, peizazhi i mbrojtur, dhe kështu është edhe sot dhe kështu do jetë dhe nesër. Protestohet për çfarë? Dhe debati real sot nuk është a do mbrohet apo s'do mbrohet biodiversiteti, sepse kjo është pjesë e pandashme e detyrave dhe e punës sonë si qeveri në raport me çdo lloj investitori. Debati sot nuk është a do hiqet apo do rri ajo zonë si peizazh i mbrojtur. Sepse ajo ka qenë, është dhe do jetë peizazh i mbrojtur. Debati sot është më i thjeshtë, por edhe më i thellë se kaq. Çfarë Shqipërie do zhvillojmë ne? Dhe çfarë Shqipërie do kemi ne mbas 5, 10, 15 vjetësh? Dhe si do të arrisim ne Shqipërinë ekonomikisht? Si do të arrisim ne prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë, nëse ne industrinë tonë kryesore kemi turizmin? Dhe turizmi është një industri e cila zhvillohet pikërisht nga ato vende që ka respekt për natyrën, ka respekt për mjedisin dhe nxjerrin mësime të vazhdueshme nga gabimet e bëra në të shkuarën. Por nëse ne mendojmë që do rrisim prodhimin tonë përgjithshëm kombëtar, do rrisim më tutje paga, do rrisim më tutje pensionet, do rrisim më tutje konsumin, do rrisim më tutje zinxhirin e vlerës në territoret tona, pa rritur cilësinë e turizmit, ne mendojmë gabim.
Nëse ne mendojmë që ne do të përqendrohemi dhe do të vazhdojmë me investimet e vogla, copa vetëm, dhe me hotelet që sjellin vetëm turizmin masiv, i cili ka qenë shumë i mirë për ne në këtë periudhë, por nuk është i qëndrueshëm në afat gjatë, atëherë ne mendojmë gabim. Dhe kush mendon që turizmi cilësor, turizmi i konsumatorëve që vinë dhe po e paguajnë dhomën shumë shtrenjtë, patjetër e paguajnë shumë shtrenjtë, është një turizëm që ju vlen vetëm atyre që vinë, mendon komplet gabim. Sepse ata, kur vinë, në radhë parë duan të ushqehen me çfarë prodhon vendi ku shkojnë. Dhe investime si ky i Zvërnecit janë investime që do t'i donte çdo vend. Dhe janë investime të cilat jo çdo vend ka dëshirë t'i shohë që t'i bëjë Shqipëria. Dhe janë investime të cilat mobilizojnë të gjithë çfarë ka rreth e rrotull. Mobilizojnë bujqit, mobilizojnë blegtorët, mobilizojnë sistemin e transportit. Gjitha mobilizojnë shumë të ardhura që shpërndahen në të gjithë të zinxhir vlere, duke patjetër, nuk diskutohet, rritur vlerën e pronës së patundshme të gjitha atyre, jo vetëm që janë rreth e rrotull, po duke rritur vlerën e pronës së patundshme në Shqipëri. Në momentin që sot, miqtë e mi, sot, transformimi i gjithë vijës bregdetarit Vlorës, pa filluar akoma ky investim, e ka rritur 4 fish vlerën e pronës. Dhe ato janë prona të shqiptarëve. Qa do me thënë që ne Shqipërinë nuk ja japim të huajve? Qa do me thënë kjo? Se e kemi dëgjuar, Fadili e ka dëgjuar kur ka qenë i vogël, te partia tjetër, por nuk rezultoi një eksperiment i suksesshëm, apo jo Fadil. Prandaj i dham drejtim asaj partisë dhe bëm një parti të re. Qa do me thënë që Shqipëria është e shqiptarëve? Kush e ka vënë në një diskutim këtë që Shqipëria është e shqiptarëve? Puna është se si do t'i bëjmë shqiptarët të ndjehen në Shqipëri, si qytetarë të cilët janë të barabartë në gjithçka, jo vetëm në të drejta, po dhe në mundësi me të tjerët, apo si qytetarët një vendi që ndryshe nga të tjerët ka mundësi të bëhet konkurrues në ligën më të lartë të turizmit dhe nuk bëhet se ka frikë nga zhvillimi, se ka frikë nga transformimi. Patjetër, unë besoj tek e para, nuk besoj tek e dyta. Dhe në ndërkohë, normalisht kush proteston, duhet të nxjerrë dhe të tregoj projektin për cilin proteston. Dhe duhet të thotë, ja, unë protestoj për këtë projekt. Sepse ky projekti këtu është një projekt i cili dëmton këtë. Por nuk kanë se si ta nxjerrin, sepse projekti akoma nuk është i përfunduar. Është një projekt që ka filluar dhe punohet prej thuajse 3 vitesh. Dhe punohet prej thuajse 3 vitesh sepse ne, në emrin tuaj, në emrin e interesit të shqiptarëve, se Shqipëria është e shqiptarëve apo jo, kemi mbajtur gjatë gjithë kohës një qëndrim shumë kërkues për standardet e një projekti që do të sjellë 4 miliard euro në Shqipëri. 27 miliard euro është i gjithë prodhimi i përgjithshëm kombëtar. Dhe kemi qenë shumë kërkues pikërisht për të gjitha këto shqetësime që kanë ata të cilët bien pre manipulatorëve. Bien pre e disa pseudo muslimanëve, pa din, pa iman, pa kuran, që përhapin gjithandej
një legjend skandaloze që Zvërneci i është shitur Izraelit dhe aty do vinë palestinezët. Madje, përhapin edhe video ku kërkojnë të din emrin mbi emrin dhe vendbanimin e atij rojes që bëri ata akt skandalos dhe duan sepse duan ta vrasin. Dhe e thonë dhe e vën lek, euro në për ato faqet e tyre të ndyra, duke i bërë thirrje urrejtjes dhe duke ngatruar gjërat pikërisht në atë mënyrë të cilës i druhet sot bota demokratike, duke përdorur manipulimin e rrjeteve sociale. Nuk është Shqipëria vendi i parë ku ndodh kjo, por ky është një manipulim i madh. I gjithë i bazuar mbi gjysmën të vërteta që janë edhe gënjeshtat më të mëdha. Çfarë muslimanësh janë ata? Çfarë lidhje kanë ata me Allahun? Asnjë lidhje. Dhe si mund të jenë ata në aleancë me median greke? Janë dy qenie komplet të ndryshme. Dhe na është shqetësuar media greke e gjitha, nga mëngjesi deri në darkë, për mjedisin në Shqipëri. Në ndërkohë që askush nuk tregon projektin, se projekti është duke punuar nga 5 studio ndër më prestigjioset në botë për Zvërnecin. Nga inxhinier të mbledhur ndër më të mirët në botë, edhe për mjedisin. Studimi mjedisor i detajuar po bëhet nga një prej studiove më prestigjioze në botë, sepse jemi kërkuar ne që të na vinë tavolinë. Dhe pa gjitha ato nuk ka leje ndërtimi. Leja e zhvillimit është leja e parë për konceptin e përgjithshëm dhe për të gjitha porositë që duhen kryer. Ku janë këto? Nuk janë, se nuk kanë përfunduar. Atëherë për çfarë bëhet kundërshtia? Patjetër që ajo që ndodhi ishte skandaloze. Po më falni, po çfarë duhet të bëjë më shumë një shtet kur ndodh diçka e tillë? Sepse në fund të ditës asnjë shtet, as shteti më i përparuar dhe më demokratik nuk matet me gjërat që edhe ndodhin, por matet me mënyrën si reagon. Se kudo ndodhin gjëra. Sidomos në vendet që janë vendet lira, demokratike etj. Atëherë çfarë duhet bëjë më shumë qeveria dhe shteti? Arrestimin e personit, vënien në ndjekje penale të gjithë rojeve të sigurisë private aty, heqjen e licencës kompanisë sigurisë private, shkarkimin e drejtorit policisë të Vlorës, vënien e hetim të gjithë zinxhirit në policinë vendore të Vlorës për atë indiferencë që treguan aty. Tani çfarë duhet bëjmë? Dhe si mund të vazhdohet të thirret kjo gjë? A nuk ju duket pak e çuditshme kjo? Unë mendoj që në fakt nuk është e çuditshme, sepse është manipulim. Dhe pastaj nga ana tjetër, ky është një moment tjetër për të kujtuar se sa herë jemi nisur të bëjmë gjëra pak më të mëdha se sa ato të zakonshme, gjithmonë kemi hasur në lloj-lloj kundërshtirash. Është okay, jemi në një vend demokratik. Por këtë nivel gënjeshtrash, manipulimesh dhe poshtërsie të kombinuar me naivitet dhe me sinqeritet nga ana tjetër, duhet ta lexojmë me
duhet ecim drejt dhe duhet krejt tjetër nga ajo që ishte, po kjo nuk është Shqipëria që unë dua për dekadën tjetër. Kjo nuk është Shqipëria që duhet mjaftohet me hyrje në Bashkimin Evropian, thjesht dhe vetëm duke bërë të gjitha ato detyrat e shtëpisë. Po kjo është një Shqipëri që i ka gjitha mundësitë që të bëhet një vend që jo të ketë zili të tjerët, po ta kenë zili të tjerët. Ka vendet vogla që bota i ka zili. Çfarë i mungon Shqipërisë? Asgjë nuk i mungon. Çfarë i duhet Shqipërisë? I duhet vendosmëri, i duhet durim, i duhet leadership, i duhet edhe mbi të gjitha këmbgulje shumë e madhe. Dhe këto unë besoj që si në ditë mira, si në ditë më pak të mira, mua dhe juve nuk na mungojnë. Dhe e fundit që kam, se duhet ta përsëris dhe përpara jush. Unë mendoj që asnjë forcë politike në gjithë Europën e pas rënies komunizmit nuk ka përjetuar tek personat, tek lëkura e personave që e kanë përfaqësuar në nivelin vendor apo qendror më shumë shihen e baltës se sa kjo forca jonë politike, se sa njerëzit përfaqësues të kësaj force politike. Dhe sa më i lartë niveli i përfaqësimit, aq më e hidhur shija e baltës të akuzave, e baltës shpifjeve, me libër shpije. Nuk kanë baltosur vetëm ne, kanë baltosur njerëzit tanë, familjet tona. Dhe patjetër që kjo nuk është fare ankesë, sepse sa më lart t'jesh në këtë piramid, aq më shumë balt do marrësh, por unë kam duruar baltën, jam mësuar me shijen e saj mbi veten time, s'm bën përshtypje. Nuk jam mësuar me shijen e saj kur balta bie mbi familjen time, mbi gruan, mbi fëmijët, kur balta bie mbi kockat e prindërve të mi, por ama gjithmonë e konsideroj si pjesë të pandashme, të pandryshueshme, se s'kemi gjëndor ne. Balta vjen nga ata që deri dje i kishim përballë, sot si kemi as përballë, i kemi shumë mbrapa. Pjesë e pandashme për hir të privilegjit madh dhe të nderit madh që më keni bërë dhe më bëni ju duke më mbështetur dhe mbajtur në krye. Por në këto 2-3 ditë kam kuptuar që baltën dhe akuzat dhe shpifjet e atyre që më kanë votuar janë shumë e vështirë që t'i përballoj. Është shumë e vështirë që t'i pranoj. Sepse përtej të gjitha fjalëve dhe përtej të gjitha pretendimeve, akuzave, hamendësimeve, historive, prallave, tregimeve, rrëfimeve lidhur me mua, unë një gjë jam i sigurt si Mangalemi që është mbrapa meje, që qysh në ditën që ju më keni çuar në atë zyrë nuk e kam bërë kur. Unë nuk ju kam tradhtuar dhe nuk ju tradhtoj kur. Dhe unë nuk jam më këtu si në fillimet e kësaj rruge kur patjetër që si çdo njeri kisha edhe unë atë ndjesin e të qenit në një
zyrë që është më e larta e vendit edhe në një pozicion që është më i lartë i vendit. Kisha dhe unë atë pjesën time të flirtit me pushtetin për çfarë pushteti të jep në kuptimin e gjërave që sheh, e njerëzve që takon, e duartrokitjeve që merr, i kisha këto. Nuk i kam më. Nuk i kam më. Jam këtu në këtë detyrë vetëm për një bindje shumë të madhe, që është momenti historik që e ka sjell Zoti, e kanë sjell yjet bashk, e ka sjell fati, quheni si doni, e ka sjell dhe puna jonë, se edhe Zoti thot, më ndihmo të të ndihmoj, dhe që ne kemi mundësinë të bëjmë histori duke e bërë Shqipërinë ta kapërceja të pragun e pa arritshëm për kaq shumë kohë të Europës së të barabartëve. Por natyrisht që unë jam këtu për vizionin edhe për bindjet e mia për si duhet jetë kjo Shqipëri. Nuk jam këtu për të vazhduar të rrin karrige edhe të dalë në fotografi edhe të bëj kryeministrin fare. E keni parë besoj që dalë më rrallë, por vetëm për të bërë gjërat ashtu siç duhet dhe për ta ngjitur Shqipërinë aty ku duhet. Dhe duhet bëjmë këtë, ose s'ka për mua punë.